Mirë dita mi të YouTube-it. Sot do të prezentoja diçka ndryshe. Por në fillim do t'ju tregoj që kam bler këtë molinet. Këtu në Itali i thonë Pepco. Edhe bëjnë 80 centesim. E kanë çmimin këtu. 80 centesim. I ka marrë sepse këto molinet për shembull, jo që për qëndisur që bëjnë, por për të gjithë ato që nuk kanë makina dhe nuk kanë se ti kthejnë ato këmbët e pantallonave, e zgjedhin çgjur ka pantallonat edhe i bëjnë me këtë fjen e molines. Se si bëhen, në videot e rastut ja u tregoj, sepse me të drejtën kemi qenë shumë të zënë, se kam 2 fëmijë të vegjël, edhe nuk kam patur kohë për të bërë video. Edhe këto shtizat, janë shtiza kauçuku. I kam bler dhe këto të Pepco i thonë, këtu në Itali, nuk e di a ka në Shqipëri apo, por në Itali Pepco dhe ka shumë gjëra të lira dhe shumë gjëra të mira. Këto i mora 2 euro, jo se s'kam se që kam thënë gjithmonë, unë kam të gjitha llojet e shtizave, po më pëlqen dhe kisha kauçuku vetëm një 2 palë kështu, po më pëlqen këto ishin ka shumë 2 euro t'i marrë dhe këto t'i fut në koleksionin tim të shtizave. Pastaj kam bler edhe shtiza ose grepa me kokë. Këto grepat me kokë, që janë kështu, si punë shtize. E këto bën shalle, bën triko, bëjnë modele të ndryshme, po unë kam shpjeguar se si bëhen, si punohet me këto shtiza, por do bëj prapë një video tjetër, se ka dhe të tjerë që më kanë kërkuar, se nuk e gjem dot video thonë edhe. Faktikisht duan në çikollaj, se përdojnë të kontrollojnë. Megjithatë unë do bëj një video tjetër për të parë se si punohet me këto shtizat e gjata. Këto më duket se këto shtizat janë të gjata. A 30 centim nuk po më kujtohet. Duket se 30 centim. 30 centim duket se janë. Këto. Kam bërë këtë arushin e vogël. Nuk kisha bërë asnjëherë. Kisha bërë, po jo dhe kaq mirë. Kam nisur ky është arush, kam nisur një rosak tani, ta shikoj se si do më dalë ai rosaku. Këto janë për bebet e vogla, ja bëra mbesës vogël, e gjithmonë na kapte nga bishtat dhe e tund. Kam bler këto fjet, nuk po e ndjen nga qesja fare. Këto janë fije pambuku për të bërë rroba banje. Kjo është lela e hapur, kjo është portokall, edhe kjo është roz. Edhe t'i bëjmë mbesës, do t'ja bëj me këtë lela, me që ka dhe emrin e viola, do t'i bëj këtë me lela, edhe me këtë rozën do t'ja bëj dyshe. Do t'i bëj një pataliceta, si thonë kësaj se një bralet për para me kuadrata, edhe pantallon do t'ja bëj me kuadrata. Por tash i kam qenë zonë, por avas do lërojmë në çik, edhe do t'i bëj. Kjo është një fije shumë e mirë pambuku, se unë kam punuar dhe herë tjerë me këto që kam bërbat e banjës. Më kanë kërkuar shumë domethënë që sa shiten, por faktikisht unë ato i kam shitur dhe nuk kam në gjendje rroba banje. Tani u furnizoha me këto fije, në qoftë se kërkon ndonjëri rroba banje, shikoni modelet që kam bërë unë te videot e kush ju pëlqen më thoni, nëse doni të bëni. A vëmë çike poshtë, çike rënd. Tani do të tregoj gjë tjetër interesante. Shikoni këtë. Dhe kam bler të Temo. Çfarë thoni ju kjo është? Kush është nga jugu, më saktë nga Gjorkasa, edhe mund ta di se për çfarë përdoret. Kisha kaq kohë që kërkoja doja një tigan për të bërë çiftçit. Unë jam mbes Gjirokastrite, kam pasur nga Gjirokastra dhe na i përdorte shumë. Ne kemi patur në Shqipëri kemi patur një tigan, por më përpara nuk ja dinin vlerat e shtëpitë u prishën që u rregulluan, edhe ja kishin dhënë motrës vogël.
Motra vogre dhe rogoj shpin, që të majra ngulliqe, tha dhe i hodhi poshtë. Kur e kërkoha një herë, unë thashë, unë i kam hedhur poshtë, më tha. Pastaj i thash vajzët ma blente një në Tetemun, i kam bërë një herë, më dollën shumë të mira, por tash do të bëj një herë tjetër, sa ato i bëra sa për provë, kështu. Mamaja ime na i bënte gjithmonë mamaja dhe i bënte shumë të mira. Si gjithnjë gjëra që të gatojnë shumë mirë. Ashtu. Tashi do të tregoj një gjë tjetër, një gjë nostalgjike. Do thoni juve që janë këto nostalgjike, për mua puna e dorë gjithmonë ngelet nostalgji. Atëre, kur vajta në Shqipëri, kur hapa dollapin, që do rregulloja gjërat, kisha lënë të jastokun në dollap. Shiko, nuk është zerdhur fare, se edhe e kisha mbështjellur, e kisha futur në këtë. Unë tani e mora dhe e solla këtu, se unë jetoj në Itali, edhe i futa një kështu një jastëk me këtë ngjyrë kafe kështu, që të dukesh ky modeli. Më përpara mosha ime, se unë jam çik e madhe në moshë, jam 68 vjeç. Punonin shumë me këto jastëqe, perde, si themi ne kortina, ansoret e perdeve që vareshin lashtë, kështu kanë qenë përpara. Kanë qenë kortina me grep, kanë qenë ato në vend të tyre ne kemi pas me kështu me pambuk të bardhë, domethënë ato copat, edhe i bënim tantellat me hunda. Edhe thash ta merrem me vete, thash pse mos ja u tregoj, kjo është një gjë nostalgjike. Ja dhe këto. I bëni me kopsa, ose kush kishte i vinte dhe zinxhir. Kjo është bërë me 2 pjesë, edhe qepet tuna ansore. Bashkojnë në 2 krahat këtu, edhe këtu. Unë këte kam bërë me një vazo lule, ja tregoj më kështu. Pastaj me kokë poshtë. Jo, mirë. Jo. Mirë kam një. Teja e kam shumë. Si sa të bukura kanë qenë? Tani dhe ti shikojnë, thonë, çfarë janë këto. Unë kam dhe asë gjë të tjera, për shkak nuk i vë, sepse jam me fëmijë të vegjël, jo t'i prishin, jo t'i bëjnë pis, i kam çik me këto gjërat. Edhe mbulesat e tavolinave, po kam kur kemi në festa, në vizita, në SB, i vë centrot e mbulesat e gjitha. Pastaj mbarojnë SB-pet, i palos i vën sirtar, se ndryshe fëmijët e vegjël sot, jo të vegjël, po edhe të mëdhenj, nuk i kanë qef. I marrin një mbledhje dhe i hedhin. Se s'ka gjë, por kur të vinë moshën tonë, do t'i kujtojnë të gjithë, sa të rëndësishme janë punët e dorës. Nuk është shumë e kollajshme, hajtë nëse po punon. Po të punosh me grep, të punosh me 2 shtiza, të punosh me 5 shtiza, të punosh me suvajk, është shumë e vështirë. Unë vazhdoj dhe punoj akoma për edhe time, se më shumë i kam si anti-stres. Por me që s'kisha bërë dhe video këto ratë tash, nga që kam pas kalamajt qik me temperaturë, janë të kalamajt e djalit, kam pas me temperaturë dhe nuk më ka dalë koha të bëj, thash po tregoj këto gjëra që i kam blerë. Por më shumë ishte për këtë jastokun, nostalgjia. Janë shumë të bukura, puna e dorës nuk vdes asnjëherë, nuk të lë asnjëherë. Sikur edhe mos të kesh një diçka, jo do qepësh, jo do ta qepësh, jo do ta ndrosh, jo ta bësh vetë me dorë, më përpara për shembull, ne që lindim fëmijët për shembull, trikot detyrimisht do t'i punonim trikot, kompletet e bebeve, se edhe të gatshme s'kishte me devera. Unë për vetën time kam punuar shumë dhe unë të gjitha ta nipre mbesa që kam, edhe së të mbesa biles, të mbesës madhe ja u kam bërë kompletet. Roba që do dilin nga materniteti. Mitë po edhe nipre mbesat e mi. Nuk i lëm. Se kush ka kompletin e vetë, do u kam thënë që si vajzës edhe djalit, për kam thënë që i ruani, i fusin në një kuti, u rritën fëmijët, kaluan moshën 1 vjeç, keni të vogla që ka dalë në materniteti, i fusin një kuti, edhe i ruan aty kur të rritën, do t'i shikojnë dhe ata, edhe do t'jenë të kënaqur që siç kemi veshur, na kanë mbajtur mirë. Edhe tjetër që do t'ju thoja, kisha... Që të thoja tjetër? Tash ka ardhur një kohë për shkakun që na grisin çik çorapet.
Te me gishit, opi edhe poshtë. Të qipe thot qik buri me gjilpër. Uj, the mu do qep tani me gjilpër. Njero janë të që qapin të pazar, do në qepin tani çorape. Me gjitha të, më përpara ne edhe i kemi qepur, kemi andruar, jo, mos themi dhe edhe mbatjet e pojher, çorapet e këto i kemi andruar. Dhe ishte edhe një kohë dhe nuk kishte atëre. Kështu kam ble edhe një mbules për tavolin. Këtë. është me lule kjo. Edhe kjo e kam ble kështu për sebepe. është me zambak. Por, ja më ngellëm kështu, më ngellëm pa qepur. Kam gjatë të gjëra për të qepur, se përdor edhe makinën për qefin tim. E për ka makinën edhe t'i kthe anët, t'i vën e i tantel. Kur ta shtojmë, të duket e bukur. Mbulesa e tavolinës. Se çdo gjë ka lezetin e vet. Sado që thonë që ku ka ikur koha, po koha asnjëherë nuk ikën. Ti të shtrosh një tavolinë, të vësh një mbulesë, të shkëlqej tavolina. Të vësh një çarçaf, të shkëlqej çarçafi ose krevati. E tantel, unë këmit i kam me tantel. Çarçafët e mi, kompletit i kam me tantel. Edhe kështu. Kjo ishte edhe video. Qose ju pëlqen videot e mia, bëni komente dhe like. Qose keni në një për të pyetur, më pyesni. Qose do një modele nuk e nxini dot më thoni, sa ka mundësi, unë do t'ja u bëj dhe do t'ja u shpjegoj. Mirë dëgjofshim në videot e radhës me modele tjera.